Dorja shumë mirë për rastin. E ka ilustruar, domethënë, më kupton, ç'të themi, ka thënë të tëra. Po. Tankohet Edi Rama, domethënë se batuta e fundit ka 14 vite që zbatohet. Po bravo, se e kupton se sot tani. Sa po komentuam është. Shiko, kjo lufta e deklaratave është deri diku normale. Kryeministri ankohet për linçim nga ana e protestuesve, ndërkohë që bën vetëm linçim, sulme, goditje gjitha forma. Po deri këtu jemi në elemente demokracie, mjetet demokracie nga një anë që mbrohet, nga ana tjetër që sulmon me deklarata. Por ajo çfarë është e frikshme, dhe ky është ajo që do të them është informacion i sigurt, sot me urdhër politik, policia e shtetit ka nisur një aksion të gjerë, jo sot, ka disa ditë, ka nisur një aksion të gjerë në Tiranë, ku i serviren nga agjentët e policisë së shtetit dhe nga agjentët të shishit pamje dhe foto të qytetarëve dhe të protestuesve në shesh, dhe pas protestës, apo dhe të nesër me paradite, shkojnë dhe bëjnë shoqërime banes më banes të protestuesve në Tiranë. Po, kjo është e vërtet, dhe një nga rastet më skandaloze e cili ka ndodhur dje, ka qenë shoqërimi i një personi me kartel mjekësore. Kanë vajtur, po, patrulla e policisë e kanë kërkuar në shtëpi, e kanë marrë, e kanë shoqëruar, e kanë pyetur familjar, më fal, pse po e shoqëroni këtë individ? Ai është një protagonist që ne kemi trajtuar edhe në protestat të shkuara, sepse është një qytetar pavarësisht problemeve të veta shëndetësore, angazhohet në protesta, po asnjëherë nuk kemi gjetur materiale që të ketë qenë i dhunshëm apo të ketë krijuar probleme, po thjesht është prezent. Nëse ka protesta, ai është prezent. Nëse ka një angazhim në vetvete për shkak edhe të problemeve të tij shëndetësore që në plan të parë nuk duken. Dhe policia e di shumë mirë se kush është ai individ, po duke qenë që e shikon të angazhuar për rastin konkret, ka vajtur, e ka marrë, e ka shoqëruar presion që për ta frenuar për mos të shkuar më në protestë. E kanë marrë fillimisht, e kanë shoqëruar në komisariatin numër 6 në Tiranë, duke qenë që kompetencë për protestën është komisariati numër 2, e kanë marrë me patrullë policore prapë që aty, e kanë mbajtur të izoluar në komisariatin numër 2, vetëm me argumentin për t'i marrë një deklaratë se ka marrë pjesë në protestë. Pra, dhe kjo skem është e njëjtë me dhjetra apo në mos ka shkuar në qindra shoqërimet që ka bërë në ditët e fundit policia me argumentin për t'i marrë një deklaratë për pjesëmarrje në protestë. Pra, kjo është forma më e pastër, kanë shpallur njerëz, individ në kërkime policore, vetëm se kanë marrë pjesë në protestë. Pra, zyrtarisht, çfarë deklaron policia? Asnjë, dhe kjo është, më fal ta përmbyll edhe se edhe pak. Dhe kjo është ajo që sot është e frikshme, pra, policia po përdoret për të shpërndar protestën, po bëjnë dhunë të hapur karshi protestuesve. Unë kam edhe dokumente të pjesës së shoqërimit të individëve të saktuar, kam dokumente të personave të cilët nuk kanë dhe pamje dhe prova, të cilët nuk kanë pas asnjë akt dhune, asnjë lloj shenje kundërshtie apo të krijuar element apo qoftë edhe nuk kanë qenë fare organizator, dhe merren dhe shoqërohen vetëm për të bërë presion, për te presionit që po i bëhet administratës për mos të dalë në protestë dhe për të frenuar familjarët e tyre. Por përdorimi i policisë së shtetit për të friksuar dhe për të dhunuar, shoqëruar protestuesit është diçka alarmante që një orë më parë drejtori i përgjithshëm i policisë nuk duhet të ndalë zbatimin e këtyre urdhrave politike. Në ditën e vim, po patjetër, informacionet i serviren komisariateve, shefave të komisariateve dhe drejtuesve të policisë së Tiranës nga shish dhe nga agjentët e policisë së shtetit që janë të drejtorisë së caktuar që merren me këtë punë. Po thojë Edila? Nëse për 15 ditë me radhë protestuesit nga sheshi para kryeministrit